A ke pyetur ndonjëherë veten kush je vërtet? Jo mendimet që shkojnë e vinë, jo rolet që mban mbi vete, por drita e qetë që qëndron pas tyre. Kjo nuk është një hipnozë, as shpërlarje mendjesh. Qëllimi i këtij meditimi është të ndihmoj të kujtosh se kush je në të vërtetë, të vëzhgosh atë që nuk je dhe të krijosh hapësirë për të bërë ajo që dëshiron të jesh. Ky meditim është një ftesë për të kujtuar veten, butë, qartë dhe me lidhje të thellë me universin. Unë të shoqëroj në këtë udhëtim me vëmendje, zemër dhe besim, sepse në heshtje do të kuptosh se ti je më shumë se ç'kishe menduar ndonjëherë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë meditim. Gjej një vend të rehatshëm dhe të qetë dhe ulu në një pozicion të rehatshëm, ose ulur, këmbkryq ose shtrirë. Ndjeje tokën poshtë teje në këmbët e tua. Mbylli syt ngadalë, merr frymë thellë brenda. Dhe lëshoje ngadalë jashtë. Lëre frymën të rrjedh lehtë përmes teje. Ti nuk ke nevojë të bësh asgjë. Thjesht lejoje veten të jesh. Imagjino se si ndodhesh në një dhomë të qetë. Përpara teje shfaqet një ekran i madh i bardhë. Në të pasqyrohet sistemi yt i brendshëm, trupi yt, mendimet, ndjesitë. Ti je shikuesja. Ti vëzhgon me dashuri, pa gjykim. Fillojmë të vëzhgojmë trupin. Ndjeje praninë në shputat e këmbëve, në gishtërinjt, në thembrat. Ngjitu lart drejt këmbëve, gjunjëve, legenit. Ndjeje barkun, kraharorin, supet. Shko drejt krahut të djathtë, dorës së djathtë. Vazhdojmë me krahun e majtë, dorën e majtë, qafën, ndjeje nofullën, syt, liroje ballin dhe shkojmë te koka, aty ndalo. Vëzhgo çfarë është aty. Ngrohtësi, ftohtësi, dridhje, tension. Ti nuk ke pse të ndryshosh asgjë. Ti je vëzhguesja, e qetë, e pranishme. Tani ktheje vëmendjen tek mendimet e tua. Ato vinë si ret në qelë, por ti nuk je re, ti je qelli. Ti shet teksa afrohen dhe zhduken. Ti nuk influencohesh, nuk i gjykon, ti hapësira ku lindin mendimet,
Ndjej emocionet e tua. Ndoshta është i kuzemërim, ndoshta gëzim, ndoshta pasiguri. Ti ndjen, por nuk je ato. Ti je drita që i ndriçon. Në këtë hapësirë mes teje dhe asaj që shfaqet, ka liri, ka vend për shërim, ka vend për krijim. Mendoje universin si një oqean i pafund. Ne të gjithë jemi pika të këtij oqeani, të lidhura, të gjalla, të ndriçuara nga e njëjta dritë. Brenda teje jeton shpirti, ai që frymon përmes teje, që ndjen përmes teje, që kërkon të shprehet përmes teje. Por nëse nuk e njeh veten, nëse nuk e shet dritën që tashmë ndodhet brenda teje, atëherë bëhet e vështirë të krijosh jetën që zemra jote dëshiron. Ktheu drejt vetes me dashuri. Kupto se je më shumë se trupi yt, më shumë se mendimet, më shumë se frika. Mundohu të përqendrohesh tek mendimet. Në minutët e ardhshme do të lejoj që të bësh një ushtrim ku ti do të vëshkosh mendimet. Në minutët e ardhshme unë nuk do flas në mënyrë që ky ushtrim të bëhet në qetësi. Mundohu të përqendrohesh dhe le të fillojmë të vëzhgojmë mendimet. Dhe nëse
Gjatë këtij meditimi kuptove që mendja shkonte aty ku historitë e treguara nga sistemi nervor janë shumë të fuqishme dhe të marrin vëmendje. Kupto se ti je më shumë se to, je më shumë se trupi yt, më shumë se mendimet. Ti je shkëndi e gjithësisë, një pikë e oqeanit që mban brenda tërdetin. Ti nuk je ajo që ti vëzhgon. Ti je vetë vetdia që sheh. Ti je vëzhguesja, ti je krijuesja. Ti je krijuesja e realitetit tënd. Ti mund të jesh gjithçka që dëshiron. Mëso të kuptosh se ti nuk je asgjë. Dhe pikërisht për këtë arsye mund të jesh gjithçka. Kur lirohesh nga ideja se kush duhet të jesh, hapet hapësirë e pafund e asaj që mund të bëhesh. Tani hap ngadalë sytë dhe bashko ambientin përreth, por jo vetëm ambientin përreth, por dhe ambientin brenda teje. Faleminderit që ndave këtë meditim me mua. Nëse kjo video të frymëzoi, abonohu në kanalin tim në YouTube. Le të sjellim më shumë magji falas në botë dhe të rritemi së bashku.